Për vite me radhë, familje të dëshmorëve dhe kategori tjera të dala nga lufta kanë përfituar subvencionim të faturave të energjisë elektrike. Para rreth 3 vitesh ky subvencionim u ndërprej pa asnjë njoftim, duke i lënë mira familje të painformuara e duke ia mohuar këtë të drejtë të garantuar me legj. Beqir Zeneli nga Departamenti i Familjeve të Dëshmorëve dhe Invalidëve të Luftës e konfirmon këtë. Se përket Departamentit Familje Dëshmorëve, Invalidëve dhe Veteranëve të Ushtrisë Shëndetare të Kosovës, në bazë ligjit, i takon subvencionimi të rrymës. Ndi viti, është ky viti i tretë që nuk është zbatuar ligji, sa i përket për subvencionim të zbritit të rrymës. Ky përfshin të gjitha kategoritë kuadrat të departamentit. Zeneli thotë se s'kan pranuar asnjë njoftim zyrtar lidhur me ndërprerjen e subvencionimit. Arsyeja nuk na ka dhënë arsye. Institucionet më lartë, kështu që njoftim jo. Sipas Zenelit, kjo është padrejtësi dhe shkelje e ligjit. Këtu është një padrejtësi. Këtu është një padrejtësi që i bëhet ndaj këtyre kategorive për vlerat e luftës. Dhe këtu është shkelje e ligjit. Tash kush do të merr përsipër herët avon, dukush do të e përgjegjësi për këtë veprim që ka bënë. Zeneli thotë se pavarësisht shumës, ligji që është në fuqi duhet të zbatohet. Çdo që i takojnë bazë ligjit që është, edhe që mos më zbatuar, që mos më gëzu, është shumë. Nuk po fujim tash këtë rast që rryma është shtrenjtë, gjon jeta është shtrenjtë, gjitha është këtu, dhe këto që mos zbatu ligji. Bilet pak e shumë, ato që kanë në ligj, le të zbatohen. Desha të bëhet një ndryshim i ligjit të ri. Kujtojmë se aktualisht qeveria e Kosovës subvencionon familje të cënueshme të cilat kanë të ardhura të ulta për antar familje, ndërsa për kategoritë të dala nga lufta, përveç ndërprerjes deri më tani s'kan pasur asnjë informacion. Ne jemi drejtuar disa herë me email Ministrisë për Punë, Familje dhe Vlerat e Ushtrisë Qlirimtare të Kosovës për të kuptuar arsyen pse janë përjashtuar pa asnjë njoftim këto kategori, si dhe çka pritet të ndërmarrin tutje lidhur me këtë çështje, por s'kemi arritur të marrim një përgjigje.